Në Kosovë, 10 mira vullnetarë u bashkuan aksionit të pastrojmë Kosovën, një nismë që tashmë zbatohet në 100 vende të botës. Aksionit u bashkuan edhe udhëheqës të institucioneve të vendit, të cilët thanë se veprimtaritë e tilla duhet të zgjerohen në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin e mjedisit, ndotja e të cilit sipas studimeve të organizatave të ndryshme kalon normat e përsaktuara në standardet evropiane. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Që në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në Kosovë ka filluar aksioni Ta pastrojmë Kosovën, një nismë kjo e cila praktikohet në mbi 100 vende të botës. Në këtë aksion janë përfshirë edhe shkolla, ndërmarrjet, partitë politike dhe institucionet vendase ndërkombëtare. Përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale në një lagje të kryeqytetit u bën pjesë aksionit për ta shliruar Prishtinën nga beturinat e bërastiv në shumë zona të saj. Edhe këtë vit, sikur vitet e kaluara dhe po mendoj edhe më mirë se vitet e kaluara, është duke u shënuar në tërë Kosovën, ka filluar në ora 10 në të gjitha komunat, presin pjesëmarrjen e mbi 100 qytetarëve dhe e kisha bën një apel që të gjithë nga sot ta ruajmë Kosovën, ta ruajmë vendin tonë, sepse aksionet e tilla janë shumë të mirëseardhura, mirë, po kjo energji e tërë këtyre njerëzve mund të orientohet dika tjetër dhe vërtet të gjithë së bashku të kujdesemi për vendin tonë. Tash do të viti i tretë, mund vërisht të quajmë që është krijuar një traditë shumë e mirë. Një traditë e mirë e cila duhet të avancohet me një traditë tjetër të mirë që mos të ndotim kështu. Do thotë tradita për ta pastruar është e mirë, po traditën cilën po shpresojmë të fillon të funksionojë në Kosovë është edhe mos ndotja. Ne si institucione po provojmë maksimumin, po për këto që po ishini këto janë fajtor drejt për drejt qytetarët, jo institucionet. Qytetarët duhet të vetësohen dhe po shpresoj se këta që marrin pjesë sot në këtë aksion do të shohin se çfarë dëmi bëhet këtu dhe se do të ndikojnë që mos bëhet ky dëm. Por natyrisht këto do të përmirësohen edhe gradualisht, edhe vetëdijësimi i qytetarëve, por edhe puna e institucioneve, sepse kemi shumë punë për të bërë, si në menaxhimin e mbeturinave, ashtu edhe në mirëmbajtjen e pastërtisë në komunën e Prishtinës. Ndotja e mjedisit në Kosovë sipas studimeve të organizatave të ndryshme i kalon normat e përcaktuara me standardet evropiane. Përveç mbeturinave, mjedisi është i ndotur dhe nga disa prodhues, në mesin e të cilëve si më kryesori është termocentrali Kosova A, që është prodhuesi më i vjetër i energjisë elektrike. Sipas planeve të mbështetura dhe nga mekanizma ndërkombëtar, deri në vitin 2017 pritet të mbyllet ky termocentral. Zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit thonë se vështirësitë shfaqen në nevojën për drejtpeshimin ndërmjet mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit ekonomik. Mbrojtësit e mjedisit thonë se kujdesi për këtë çështje është me rëndësi thelbësore për të ardhmen e Kosovës dhe për integrimet evropiane të saj. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu.